Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës nga unë Tirona Lili këtu në kanalin Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku tashmë për të sjellur pranë jush marrëdhënien mes Laertit edhe Rozana Radit. Rozana Radi dhe Laert Vasili kanë një marrëdhënie shumë të afërt mes njëri tjetrit, gjë për të cilën tashmë e bën faktin që Rozana ditën e sotme ka bërë një veprim shumë të bukur. Zonja e nderuar, nëna e Laertit, sot ka ditëlindjen që unë nga zemra i uroj edhe 100 vjeç. Është një zonjë që arriti të bëhet meme dhe të përdoret shumë nga portokallia për klikime, që në fakt e gjykoj këtë rastin, se besoj që edhe Laerti kur do largohet nga shtëpia do ndjet shumë keq që po shohin që produksioni në një farë mënyre është tallur me nënën e tij, por gjithsesi ajo ndoshta e kupton këtë gjë sepse e merr me sportivitet. Rozana Radi dhe Laert Vasili ditën e sotme të pozicionuar pranë suitës në Big Brother i kanë uruar ditëlindjen nënës së tij. Dyshimet për marrëdhënien e tyre, për shoqërinë e tyre, për afrimitetin që kanë ato kanë qenë shumë të mëdha dhe në fakt kanë lënë të kuptojnë shumë dhe kemi arritur të marrim mendime të ndryshme se nga kur njihet Laerti dhe Rozana. Ndoshta Rozana nuk është e sinqertë dhe Laerti dëshiron ta thotë apo është një strategji për lojën e tyre, por gjithsesi Rozana dhe Laerti njihen shumë fort me njëri tjetrin vite më herët. Ditën e sotme kanë nisur me shumë vullnete dhe me shumë pozitivitet. Dua të marr mendimin tuaj. Mos vallë kjo është një strategji që Rozana e ka paralajmëruar Laertin që ne kur do të hyjmë në shtëpinë e Big Brotherit është mirë që të ruajmë këtë sekretin ton, që ky sekreti mos bëhet publik dhe kushdo që të fiton, ne jemi të fituar që të dy se jetojmë në një hyrje në pallatin ton. Dua të marr mendimin tuaj për këtë raport, se të paktën në ditët më të bukura të jetës së tyre dhe të veçanta si sot që ka ditëlindjen mami Laertit, Rozana Radi është gjithmonë pranë tij.